Shënohet viktima e tretë nga ethet e Nilit perëndimor, gjatë prej pacientëve të prekur janë në gjendje kritike. Partitë opozitare shqiptare theksojnë se Ministri i Arsimit është duke relativizuar të drejtat e shqiptarëve. Shtrejtohet dukshëm çmimet e derivateve të naftës, çmimi i dizelit rritet për 6 denare gjys. Konfirmohet mendësia gjenocidale, Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare kërkon çdo ditë të vriten 30 deri në 40 palestinesë. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në Maqedoninë e Veriut janë konfirmuar 35 raste me ethet të Nilit perëndimor. 6 pacientë të tjerë ndodhen në gjendje kritike dhe janë të vendosur në repartin e kujdesit intenziv. Gjatë fundjavës ka ndëruar jetë edhe një pacient i infektuar. Gjatë fundjavës ka ndëruar jetë një pacient i infektuar me ethet e Nilit perëndimor, duke e quar në 3 numrin e përgjithshëm të viktimave nga kjo sëmundje në vend. Derisa Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski bëri të ditur se në Maqedoninë e Veriut janë konfirmuar 35 raste me ethet të Nilit perëndimor, ndërsa 6 pacientë të tjerë ndodhen në gjendje kritike dhe janë të vendosur në repartin e kujdesit intenziv. Aktualisht ka 35 raste të konfirmuara dhe 3 raste të dyshuara të etheve të Nilit perëndimor, të cilat janë në proces të diagnostifikimit dhe 6 janë në gjendje kritike dhe janë në kujdes intenziv në klinikën e sëmundjeve infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica po trajtohen në klinikën e sëmundjeve infektive dhe një paciente po trajtohet në një strukturë private shëndetësore. Në ndërkohë, informojmë se deri më tani nuk ka vaksinë në dispozicion për të mbrojtur kundër virusit të Nilit perëndimor, i cili më shpesh transmetohet përmes pickimit të mushkonjave të gjinisë Kulex. Thuhet se periudha e inkubacionit nga momenti i pickimit të mushkonjës varion nga 2 deri në 14 ditë dhe tek njerëzit me imunitet të dobësuar, kjo periudhë mund të zgjatet në 21 ditë. Raportohet se rreth 80% e njerëzve të infektuar me virus nuk përjetojnë asnjë simptom, ndërsa afërsisht 20% e pacientëve mund të përjetojnë simptoma të tilla si dobësi, të përzjera dhe të vjella, dhimbje koke dhe dhimbje muskujsh. Rastet e infeksionit me virusin e Nilit perëndimor raportohen më shpesh në Afrikë, Europë, lindjen e mesme, Amerikën e Veriut dhe Azinë perëndimore. Të martën në zonën e qytetit të Shkupit do të kryhet spërkatje kundër lavrave të mushkonjave toksore. Qyteti i Shkupit informon se nëse kushtet e motit nuk janë të favorshme, dezinfektimi do të kryhet ditën e parë pas ardhëse kur moti të jetë më i mirë. Bletarëve u këshillohet të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur bletët e tyre në kohën e duhur, thonë nga qyteti i Shkupit. Autoritetet po bëjnë thirrje për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së listës deleve. Sistemi i zbulimit dhe kontrollit të hershëm të sëmundjes zbatohet përmes shërbimeve veterinare të autorizuara nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, lidhur me konferencën e sotme për media të shoqatës së rritësve të deleve dhe apelin për ndërmarrjen e masave urgjente ndaj përhapjes së listës të delet dhe dhit, njofton opinionin publik se së bashku me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë po e ndjek nga afër dhe në mënyrë të vazhdueshme situatën epidemiologjike. Sistemi i zbulimit dhe kontrollit të hershëm të sëmundjes zbatohet përmes shërbimeve veterinare të autorizuara nga AUV-ja. Për çdo rast të dyshimit, merren mostra nga kafshët dhe dërgohen për analiza laboratorike. Nëse virusi konfirmohet, AUV-ja vendos masat përkatëse, përfshirë eutanazin dhe groposjen e kafshëve në lokacione të miratuara.
Grupi i ekspertëve pran AUV-s mblidhet rregullisht, shqyrton situatën epidemiologjike dhe përcakton masat e mëtejshme për kufizimin e përhapjes së sëmundjes. Gjithashtu, është kërkuar sërish mbështetje profesionale nga ekipi EUVET i Komisionit Evropian. Para përdorimit, vaksinat do t'i nënshtrohen detyrimisht analizave laboratorike për sigurinë dhe pastërtinë e tyre, ndërsa vaksinimi do të fillojë pasi të konfirmohen rezultatet, në përputhje me një plan zyrtar dhe nën mbikëqyrje e AUV-s. Paralelisht, me zbatimin e masave të kontrollit nga Republika e Turqisë, janë siguruar 500.000 doza vaksine si donacion, të cilat priten të mbërhin gjatë këtyre ditëve, ndërsa Komisionit Evropian i është dorëzuar kërkesë për sasi shtesë të vaksinave. Ministria dhe AUV-ja i paralajmërojnë blegtorët se blerja dhe përdorimi i pavarur i vaksinës, me shpenzimet e tyre dhe pamiratimin paraprak të agjencisë, do të sanksionohet në përputhje me rregulloret në fuqi. Për këtë arsye, vaksinimin mund ta kryen vetëm shërbimet veterinare të autorizuara në përputhje me një plan zyrtar dhe nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të AUV-s. Një ngarkesë prej 11.6 tonësh speca të eksportuar nga Maqedonia e Veriut është kthyer nga autoritetet bullgare pasi analizat kanë konstatuar nivel të tejkaluar të pesticideve. Sasia është ndaluar para se të arrinte në treg dhe tashmë pritet vendimi nëse do të asgjësohen në Bullgari apo do të kthehen në vend. Ja ushqimit dhe veterinarisë është njoftuar se Bullgaria ka kthyer 11.6 ton speca nga Maqedonia e Veriut për shkak të nivelit të rritur të pesticideve. Drejtori i agjencisë Oliver Milanov theksoi se ende pritet vendimi nëse sasia do të asgjësohet në vendin importues në Bullgari apo do të kthehet në Maqedoninë e Veriut dhe të asgjësohet në deponinë Drisla. Operatori ka të drejtë që specat të asgjësohen ose të kthehen. Ne së bashku me Inspektoratin e Bujqësisë do t'i asgjësojmë me kërkesë të operatorit ose të vendit importues. Jemi njoftuar për rastin konkret dhe presim të shohim nëse do të asgjësohen në Bullgari apo do të kthehen këtu ku operatori do t'i asgjësojë në Drisla. Kujtojmë se ditë më parë, autoritetet bullgare kanë kthyer në Maqedoninë e Veriut një ngarkesë prej 11.6 tonësh speca të freskët, pasi analizat laboratorike zbuluan praninë e pesticidëve formetanat mbi nivelin e lejuar. Ngarkesa kishte hyrë në Bullgari përmes pikës kufitare të Zlatarevos dhe ishte destinuar për një operator tregtar në Petriç. Specat u ndaluan dhe u mbajtën në një depo deri në përfundimin e analizave. Pas rezultateve të analizave, Agjencia Bullgare e Sigurisë Ushqimore urdhëroi kthimin e të gjitha sasisë të furnizuesi. Autoritetet sqaruan se specat nuk arritën në dyqanet apo tregjen në Bullgari dhe tani nuk është bërë ditur se nga cila pjesë e Maqedonisë së Veriut kanë ardhur specat dhe as emri prodhuesit apo eksportuesit. Kontrolli është pjesë e mbikëqyrjes së shtuar bullgare ndaj frutave dhe perimeve të importuara nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Opozita shqiptare është përgjigjur me tonet e ashpra komenteve të ministrës së Arsimit Vesna Janevska se Badenteri po keq përdoret. Lidhja Shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe BDI-ja e akuzojnë ministrën për relativizim të drejtave të shqiptarëve dhe paralajmërojnë pasoja për arsimin në gjuhën shqipe. Ndërkohë, opozita kritikon edhe heqjen e vlenit në pushtet ndaj këtyre deklaratave. Deklarata e ministres së Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska se parimi i Badenterit po keq përdoret si mjet politik ka nxitur reagime të shumta në skenën politike. Nga Lidhja Shqiptare thonë se vendimet e fundit kokë në vete të ministres Janevska dhe deklaratat e saj publike në të cilat vërehet qartë tendenca për të injoruar Badenterin dhe të sjell ligjet për arsim sipas qejfit të tyre. Dëshmojnë qartë hovin e qeverisë aktuale kundër arsimit në gjuhën shqipe. Sipas tyre, fillimisht pa debat publik, pa konsultim me ekspertë dhe autoritetet lokale dhe pa një analizë të mirëfillt, vetëm me vendim të ministres është ulur numri i paraleleve me mësim në gjuhën shqipe në të gjitha komunat shqiptare. Edhe më skandaloze është deklarata për të sjellë ligjet për arsim të lartë pa badenter, që në gjuhën e thjesht përkthehet pa i pyetur shqiptarët. Këto veprime nuk çojnë askund tjetër, vetëm se në vitet e 90-ta, kur pushteti njëjtë ndalonte ndërsa shqiptarët kërkonin shkolla shqipe, fakultetin pedagogjik dhe universitetin në gjuhën amtare, për çka kemi edhe dëshmor. Edhe Alianca për Shqiptarët ka shprehur shqetësim lidhur me deklaratën e Janevskës, për të cilën thonë se ka relativizuar një nga mekanizmat themelor kushtetues për garantimin e barazisë ndërmjet komuniteteve në vend.
Ata thonë se Anevska e përshkruan Badenderin si një vegël për mbrojtjen e të drejtave të bashkësive etnike më të vogla. Ndërsa më pas duke folur për zbatimin e këtij mekanizmi, i referohet pikërisht partive ku antarësohen shumica e shqiptarëve. Kjo gjuhë dhe kjo qasje janë të papranueshme. Shqiptarët nuk janë një bashkësi e vogël, të cilës dikush në qeveri i bën nder duke i respektuar të drejtat. Shqiptarët janë popull shtetformues, një nga dy komunitetet më të mëdha në vend dhe faktor kyç në ndërtimin e shtetit dhe të rendit të tij kushtetues. Reagim lidhur me këtë pati edhe nga BDI-të, cilët thanë se deklarata e ministrës Janevska përbën sulm të drejt për drejt ndaj njërës prej shtyllave të marrëveshjes së Ohrit. Partitë opozitare fajsojnë vlenin e pushtet për heshtje ndaj këtyre deklaratave, siç thonë ata, fyese për shqiptarët. Ministrja Vesna Janevska së fundmi ka deklaruar se nuk është në rregull që shumica e Badenderit të përdoret si mjet për arritjen e zgjedhjeve politike. Pikërisht përmes arsimit dhe se nuk duhet të kërkohet Badender aty ku nuk duhet. Ajo i referohet 3 ligjeve që janë në procedurë parlamentare: ligji për arsimin e lartë, ligji për veprimtarinë kërkimore shkencore dhe ligji për cilësinë në arsimin e lartë dhe shkencë, e cila kërkon zbatimin e parimit të Badenderit. Nesër është dita e parë e aplikimit të kandidatëve në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup dhe Universitetin Shën Klimeti i Ohrit në Manastir. Në Universitetin Nën Tereza në Shkup, regjistrimet janë nga 24 deri më 26 gusht, kuota e universitetit është gjithsej 1360 student. Regjistrimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës do të mbahen nga 24 deri më 28 gusht. Fillon regjistrimi i studentëve të rinj në universitetet shtetërore për vitin akademik 2026-2027. Nesër është dita e parë për aplikimin e kandidatëve në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup dhe në Universitetin Shën Klimenti i Ohrit në Manastir. Në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi janë planifikuar gjithsej 8851 vende në 23 fakultete, nga të cilat 4395 janë për student me kohë të plot, 3621 me bashkëfinancim dhe 835 student me kohë të pjesshme. Regjistrimi në semestrin e parë është planifikuar gjithashtu për 19 gusht. Në Universitetin Shën Klimenti i Ohrit ka vende për 2115 student të rinj për studime universitare. Nga këta, 1074 janë me kuotë shtetërore, 612 dhe 429 të tjerë janë të destinuar për bashkëfinancim dhe studime me kohë të pjesshme. Regjistrimet në semestrin e parë janë planifikuar gjithashtu për 19, 20 dhe 21 gusht. Në Universitetin Nën Tereza në Shkup, regjistrimet janë nga 24 deri më 26 gusht. Kuota e universitetit është gjithsej 1360 student, nga të cilët 945 janë me kohë të plot, 235 janë me bashkëfinancim dhe 180 janë me kohë të pjesshme. Regjistrimet në Universitetin Shtetëror të Tetovës do të mbahen nga 24 deri më 28 gusht. Universiteti ka planifikuar vende për gjithsej 3164 student të vitit të parë, nga të cilët 1697 janë student me kohë të plot, 987 janë me bashkëfinancim dhe 480 janë me kohë të pjesshme. Në Universitetin Goce Delçev në Shtyp, regjistrimet për ciklin e parë fillojnë të mërkurën më 19 gusht dhe do të vazhdojnë për 2 ditët e ardhshme. Sipas konkursit, këtë vit janë planifikuar gjithsej 3341 vende të lira, nga të cilat 1629 janë me kuotë shtetërore, 972 për student me bashkëfinancim dhe 735 për student me kohë të pjesshme. Është miratuar rregulloria e re për përcaktimin e reputacionit, integritetit dhe burimin e mjeteve për organizimin e lojrave të faktit. Rregulloria përcakton kontroll të rrept mbi burimin e mjeteve përmes raporteve bankare, kontratave dhe bilanceve financiare.
Ministria e Financave ka miratuar rregulloren e re për përcaktimin e reputacionit, integritetit dhe burimin e mjeteve për organizimin e lojrave të fatit. Siç njofton nga atje, rregullorja e re është e rezultati i miratimit të ligjit të ri të lojrave të fatit. Me këtë akt nënligjor, theksojnë ata, përshkruhet në detaje dokumentacioni i nevojshëm për konfirmimin e reputacionit të gjithë personave juridike dhe fizik që parashtrojnë kërkesë për licencë për kazino, bastore, klube me automat ose tombol të llojit të mbyllur. Aplikantët janë të detyruar të parashtrojnë dokumentacion që dëshmon përmbushjen e kushteve lidhur me reputacionin, përkatësisht dokumentacionin që ndër të tjera ka të bëjë me sanksionet e shqiptuara për ndalimin e ushtrimit të profesionit, si dhe me faktin se ndaj tyre nuk është shqiptuar mas ndaluese për organizimin e lojrave të fatit, apo rrethana të tjera të ngjashme që janë të rëndësishme për pjesëmarrjen e tyre në organizimin e lojrave të fatit. Rregullorja gjithashtu përcakton kontroll të rreptë mbi burimin e mjeteve, përmes raporteve bankare, kontratave dhe bilanceve financiare. Ministria e Financave do të verifikojë nëse ekziston gjurmë pandrepre e lëvizjes së mjeteve financiare, nga burimi i tyre deri te pagesa në shoqëri. Gjithashtu, rregullohen edhe procedurat për ndryshimin e strukturës së pronësisë, ndryshimin e kryegjesë themelore, si dhe emërimin e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe mbikëqyrjes. Ligji i ri i lojrave të fatit u miratua në qershor të këtij viti, ndërsa qëllimi ishte krijimi i një kornize ligjore moderne, më e qartë dhe më efikase për rregullimin e kësaj fushë. Çmimet e derivateve të naftës përsëri marrin hov, pasi siç njoftojnë Komisioni Rregullator për Energjetik, nga mesnata do të rriten ndjeshëm. Benzina Euro Super BS 98 shtrejtohet për 4 denare gjys dhe nga mesnata do të kushtojë 93 denare gjys për litër. Euro Super BS 95 rritet po ashtu për 4 denare gjys duke arritur në 91 denare gjys për litër. Rritja më e madhe është te dizeli, Euro Dizel shtrejtohet për 6 denare gjys dhe tani do të kushtoj 98 denar për litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë rritet për 6 denar dhe do të shitet me 98 denare gjys për litër. Sipas KRE-s, shtrejtimi vjen si pasojë e rritjes së çmimeve referente të derivateve të naftës në tregun botror. Në përllogaritje ka ndikuar edhe kursi i denarit ndaj dollarit. KRE sqaron se vazhdon të zbatohet akciza e reduktuar me 2 denar për litër për benzinat BS 95 dhe BS 98, ndërsa për eurodizelin akciza mbetet e reduktuar me 4 denar për litër. Në 24 orët e fundit në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar gjithsej 25 zjarre në hapësira të hapura, prej të cilave 4 janë aktive, 3 janë në kontroll, ndërsa 18 janë shuar, ka njoftuar qendra për menaxhimin e krizave. Sipas QMK-s, zjarre aktive ka në disa lokacione në komunën e Studeniçanit, Makedonski Brodit, Velesit dhe Zelenikovës. Nën kontroll janë zjarret pranë fshatrave Aldanci dhe Norov dhe pranë Borinos dhe Zhitozhës në komunën e Krushevës si dhe në deponi në Kratov. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se dje zyrtar policor ndaluan një banor në manastir për shkaktimin e zjarrit. Nga MPP-ja theksojnë se zjarri është shuar nga një ekip i njësisë territoriale zjarfikëse nga manastiri, ndërsa nuk ka persona të lënduar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kërcënuar këtë të hëne me veprime ushtarake kundër Omanit nëse ky i fundit ndërhyn në negociatat SBA-Iran, ndërsa tha se Washingtoni është në kontakt drejt për drejt me zyrtarët e korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Nëse Omani ndërhyn, ne do ta bombardojmë plotësisht, ka thënë Trump për Fox News, kur u pyet për rolin e Omanit në negociatat që përfshin Iranin dhe ngushticën e Hormuzit. Duke u drejtuar Iranit, Trump tha se Teherani duhet të ngrejë një flamur të bardhë dorëzimi, duke shtuar se ata janë lojtarë të mirë pokeri, por po vdesin.
Ai gjithashtu konfirmoi se Washingtoni ka një kanal komunikimi me Gardën Revolucionare të Iranit. Për Gazën, ai tha se izraelitët nuk duhet të sulmojnë në Gaza. Hamasi pranoi të dorëzojë armët. Trump tha gjithashtu se SBA të mbajë një kanal të veçantë komunikimi me Hamasin. Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit ka thënë se forcat e izraelite du të vrasin 30 ose 40 palestinez në Gaza çdo natë dhe të mos kufizohen vetëm tek ata që paraqesin rrezik në atë moment të veçantë. Ministri i ekstremit të djathtë në qeverinë e Netanyahu i bëri këto deklarata ndërsa fliste në një podcast me Rom Braslavskin, një ish-peng i Hamasit në Gaza. Ka njerëz atje që nuk meritojnë të jetojnë, ata nuk duhet të jetojnë, ata nuk janë as njerëz, ka shtuar Ben-Gvir, ndërsa bëri thirrje për vrasje të synuara të palestinezëve në Gaza. Ai gjithashtu tha se nuk pajtohet me vendimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të kufizuar sulmet ushtarake në Gaza, ndërsa theksoi se palestinezët duhet ta braktisin përgjithmonë enklavën së bashku me krijimin e vendbanimeve izraelite në zonë. Ndërkohë, ministri izraelit i premtoi Braslavskit se do të kërkonte që të lejohej të merrte pjesë personalisht në rast se dënimi me vdekje do të zbatohej ndaj të burgosurve palestinez. Izraeli kohët e fundit miratoi dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar nga gjykatat ushtarake për sulme vrasëse kundër izraelitëve. Shefja e politikës së jashtme të Evropës, Kaja Kallas, është shprehur se bloki do të kërkojë sanksione më të ashpra ndaj Rusisë këtë vjesht, duke sinjalizuar një përpjekje të re për të rritur presionin ndaj Moskës. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt, Kallas tha se gjatë muajve të ardhshëm do të paraqes sanksionet më gjithëpërfshirëse që nga fillimi i luftës, duke shtuar se këto masa do të rrisnin me 1/3 numrin e përgjithshëm të kompanive dhe individëve rus të sanksionuar. Presioni duhet të vazhdojë të rritet derisa Moska ta përfundojë luftën, ka thënë ajo, që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, BE-ja ka miratuar 21 paketa sanksionesh që kanë shënjestruar udhëheqës politik dhe ushtarak rus, biznesmen, oligark dhe kompani. Partia Demokratike e Kosovës i ka kërkuar sërish një kërkesë kryesuesi të seancës konstituive sipas moshës. Avni Dehari që nesër me 18 gusht në orën 11 të thëras vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në kërkesën e saj, PDK-ja ka deklaruar se Dehari ushtron këtë rol për të mundësuar zhvillimin e seancës dhe konstituimin e Kuvendit, ndërsa sipas kësaj partie nuk i takon atij të vendosë politikisht nëse dhe kur duhet të vazhdoj seanca. Roli i tij është procedura i përkohshëm dhe i kufizuar nga kushtetuta. Aktgjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorja e Kuvendit thuhet në kërkesën e PDK-s. PDK-ja i ka bërë thirrje Deharit që të thërasë seancën, duke theksuar se deputetët janë zgjedhur për të ushtruar mandatin e tyre në Kuvend. Kjo është e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.